Alarmi për gjendjen e Ardian Ismailit ka zgjatur shumë pak te Torino. Mbrojtësi shqiptar, i cili u detyrua të largohej nga fusha gjatë ndeshjes së Kupës së Italisë ndaj Romës pas dy goditjeve të forta të marra në të njëjtën zonë të shputës së këmbës, rezulton të jetë në gjendje të mirë dhe do të jetë në dispozicion të trajnerit Marco Baroni për ndeshjen e radhës. Ismaili kishte qenë protagonist i një paraqitjeje shumë pozitive ndaj verdhekuqve, por në pjesën e dytë u detyrua të kërkonte zëvendësim për shkak të dhimbjeve, duke lënë vendin për Maripan. Situata ngjalli shqetësim fillestar te stafi teknik dhe tifozët, por ekzaminimet mjekësore të kryera të nesërmen konfirmuan se nuk bëi fjalë për ndonjë dëmtim serioz. Stafi mjekësor i Torinos ka përjashtuar komplikacionet, ndërsa mbrojtësi shqiptar pritet i bashkohet normalisht grupit në seancat stërvitore. Rikthimi i tij është parashikuar për fundjavën, kur Torino do të përballet sërish me Romën, këtë herë në ndeshjen e kampionatit që do të luhet në Torino. Në këtë mënyrë Marco Baroni do të ketë në dispozicion një nga pikat e forta të repartit defensiv në një sfidë të rëndësishme për vazhdimsinë e ekipit në Serie A. Ismaili është nga të vetmit lojtarë që ka bindur këtë sezon nga afrimet e reja te Torino.